Fillimisht, çmimet e naftës janë një situatë shumë e rënduar në teren, po janë si rezultat i një inflacioni të importuar. Tashmë po dim, çka është e rëndësishme në këtë situatë. Çmimet po bien në përbot veç në Kosovë, jo. Çka është e rëndësishme ndoshta në këtë situatë është e para të dakordohemi. Unë tash vendosja ka qenë e hapur, tjetë hapur, ne asnjëherë nuk kemi thonë jo një kandidatit, sepse nuk e kemi pas ende një kandidat të tillë që realisht japim një mendim. Kështu që unë shfrytëzoj pashtu këtë prezencë që të ftoj partitë opozitare që të rekomandojnë kandidatët e tyre, të jenë pjesë e këtij rrugtimi. Ne kemi pas kryeministri Kurti, tashmë ka pas një takim me zotin Abdi Xhiku, shumë shpejt pritet të ketë një takim me zotin Hamza. Ne ftesat i kemi përcjell, ndoshta do t'i përcjellim ftesa përmes WhatsApp apo ftesa zyrtare, se planet dhe deklarata të tilla. Tani kjo ideja kanë qenë përmes WhatsApp-it, letra publike, po i përcjellim letra si të doni. E rëndësishme është që ne të takohemi dhe të diskutojmë. Nuk është forma e rëndësishme sa është substanca e takimeve. Është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi tek substanca, tek diskutimet, edhe të vim diskutim jo me çështje bllokuese, po me çështje të hapur që gjejmë një zgjidhje dalim pikë kësaj situate. Vitin e kaluar, jo rastësisht, Parlamenti Evropian në një raport të raportuesit për Kosovën e ka shpall vit të humbur legjislativ. Ky vit i humbur legjislativ po ashtu i ka kushtuar shumë Republikës Kosovës, sepse një numër i madh i marrëveshjeve ndërkombëtare ka mbet peng si rezultat i mungesës